Gjithmonë do t'i përkujtojmë ata që ranë për Kosovën, gjithmonë do t'i respektojmë familjarët e tyre. Gjithmonë ata do të mbesin ikona se si mbrohet ky vend. Dhe në vazhdim e ftojmë që në emër të familjarëve të dëshmorëve të ftojmë Bacin Rifat, familjar i legendarit Adem Jashari. Zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra të Dragoshit në rrethin, familjet e nderuara të dëshmorëve, veteranëve, invalidëve, familjet e personave të zhdukur, meq, musafir, dashamir të këtij tubimi madhështor sot në qendër të Dragoshit, i nderuri kryetar i Kuvendit Komunal Dragoshit, i nderuri kryetar i shoqatave dalur nga lufta ushtrisë kombëtare të Kosovës, policia nderuar e prore ushtar të ushtrisë të Kosovës. Ju falenderit gjithë, ju falenderoj gjithë ata që kanë punu edhe kanë kontribu për këtë shtatore e cilja gjinët sot këtu para nesh. Ju uroj shtatorën, ju uroj 15 vjetorin, lavdia dhe nderi u qovë gjithë atyre bijave që derdhen gjokun e njonë për këtë liri që dhe në pekzojmi në sot. Edhe njëherë ju falenderit gjithve, urime shtatorja për motë e jetë. Ju falenderit. Baci Rifat do të rri këtu me mua, e dini pse, sepse tani është ai qasti që e kemi pritur kaq shumë. Është qasti për të cilin kemi diskutuar shumë, kemi folur shumë. Përveç Bacit Rifat, e ftojmë kryetarin e komunës Salim Januzin, e ftojmë kryetarin e veteranëve, Qekin Krasniqin, dhe në emër të qeverisë me Vludin Krasniqin, që ta bëjmë zbulimin. I premtuam Bacit Adem që shumë shpejt do të shikoj se sa shumë kemi ardhur këtu për ta parë. Öyle,